Disa grave shejtani u azbukuron ruajtjen e vetullave, kurse këtë e ka ndaluar rreptësisht i dërguari Allahut alayhi salatu vesselam, dhe ka mallkuar atë që e vepron dhe atë që i ia vepron do kujt tjetër, ashtu siç cekët në një hadith, se i dërguari Allahut alayhi salatu vesselam i ka mallkuar të gjitha ato femra që i shkulin vetullat dhe ato që kërkojnë t'u shkulin të tjerët vetullat. Ato pretendojnë se me shkuljen e vetullave zbukurohen, a në fakt kjo është ndryshim i krijesës së Allahut, dhe kjo është një nga veprat që urdhëron shejtani për t'i vepruar ashtu siç e cek edhe Allahu në Kur'an. E pastaj do t'i urdhëroj që të ndryshojnë krijesën e Allahut. Po ashtu shejtani u azbukuroi disa grave dhe disa të rinjve, zgjatjen e thonjve, vepër e cila bie në kundërshtim me traditën e pastër të dërguarit të Allahut alayhi salatu vesselam, ku tradita e tij ka qenë shkurtimi i thonjve. Të gjitha këto vepra që i veprojnë duke filluar nga ruajtja e mjekrës, zgjatja e mustaqeve, rritja e thonjve, shkulja e vetullave, ngjyrosja e mjekrës me ngjyrë të zezë. Ata mendojnë se janë nga zbukurimi, a në fakt ajo është shëmtim dhe deformim i pamjes së birit të Ademit dhe kundërshtim me natyrshmërinë. Mirëpo shejtani u zbukuroi këto vepra dhe u bëri të duket sikurse janë të mira, ashtu siç tha Allahu në Kur'an. A është ai që veprat e veta të këqija i duken të mira?